Mjaftua vetëm pak ditë nga shpallja për konsultim publik i draftit për Bankën e Shqipërisë për të kuptuar se diçka kërcet në këtë histori. Projektligji i publikuar më 15 korrik në portalin e qeverisë është një akt me 116 nene nga 77 që ka ligjin në fuqi. Propozimet e ndryshojnë thuajse plotësisht ligjin ekzistent, nëse miratohen e strehojnë menaxhmentin e Bankës Qendrore në një bunker që u siguron më shumë mbrojtje nga shkeljet e mundshme ligjore. Kërkohet mbrojtje kushtetuese për guvernatorin dhe dy zëvendësit e tij. Buroi që nuk e gjen asnjë ligj të Bashkimit Evropian, sepse ligji i ri kamuflohet pas parafrimit me standardet e Bankës Qendrore Evropiane. Për të kuptuar peshën e këtyre ndryshimeve ligjore të propozuara, duhet marrë në konsiderat terreni ekonomik aktual. Prej disa vitesh, tregu valutor në Shqipëri po përjeton një nënçmim historik të monedhës europiane përballë lekut. Përgjigjja zyrtare e Bankës së Shqipërisë se ky forcim i lekut vjen si pasojë faktorëve strukturor dhe rritjes së ekonomisë reale nuk duket bindës. Ekspertët e pavarur dhe zërat kritik në opinionin publik po ngren dyshime të forta se kjo dukuri ushet në masë të madhe nga prurjet masive të parave të pista që pastrohen kryesisht në sektorin e ndërtimit. Me argumentin për të mos lejuar shpartallimin total të euros, Banka e Shqipërisë pranon se ka ndërmarrë operacione masive në tregun valutor. Ajo ka blerë qindra miliona euro me qëllim rritjen e rezervës valutore dhe stabilizimin artificial të kursit. Çfarë nuk kuptojnë këto operacione? E thënë më thjesht, këto ndërhyrje injektojnë miliarda lek në ekonomi, duke krijuar një simbioz të fortë mes politikës monetare dhe interesave të qeverisë. Një lek i fortë artificialisht ul në letër borxhin e jashtëm të shtetit, duke prezantuar përpara institucioneve ndërkombëtare tregues ekonomik më pozitiv. Megjithatë, nga ana tjetër këto operacione lën pas kosto të fshehura, si inflacioni dhe shtrëngimi i jetesës për qytetarët e thjeshtë. Pikërisht në këtë klim të nxehtë debatesh dhe lëvizjesh të mëdha kapitali, janë dhe propozime për ndryshimin e ligjit organik të vet Bankës Qendrore. Drafti i propozuar ka dhe skuta të tjera të errta, por pjesa më e debatuar dhe më e nxehtë lidhet me nenin 72. Ky nen kërkon të ndryshojë rrësisht mënyrën se si guvernatori dhe dy zëvendësit e tij mbajnë përgjegjësi përpara ligjit penal. Ligji i ri kërkon që çdo masë shërnguese, kontroll personal, kontroll i banesës apo autorizim për arrestimin e drejtuesve të lartë të Bankës Qendrore të mos kalojë më nga procedurat standarde ku përfshihet parlamenti, por të transferohet ekskluzivisht tek gjykata kushtetuese. Aq bukur është formuluar ky nen, krijohet ideja se me hartimin e tij është angazhuar një mendje geniale, që ka harruar një detaj fare të vockël, parimin kushtetues të kontrollit dhe balancës së pushteteve. Sipas arkitekturës institucionale të Republikës së Shqipërisë, guvernatori dhe anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës, të cilët më pas zgjedhin zëvendës guvernatorin, votohen dhe marrin legjitimitet drejt për drejt nga parlamenti. Kur një institucion kërkon të shmangë organin që e emëron dhe financon nga funksioni mbikëqyrës dhe llogaridhënies, cënohet hapur hierarkia e shtetit të së drejtës. Nëse ky projekt ligj miratohet, drejtuesit e Bankës së Shqipërisë kthehen në zyrtarët me mbrojtjen më të lartë juridike në vend, duke tejkaluar dhe të zgjedhurin nga populli, ministrat, deputetët e madje edhe presidentin e Republikës. Me këtë hap të propozuar po krijohet një ishull paprekshmërie në majën e financave shqiptare. Një tjetër element që ngre dyshime të forta mbi qëllimin real të këtij drafti është afati kohor për 2 javësh i vendosur për gjykatën kushtetuese. Sipas propozimit, nëse prokuroria dorëzon një kërkesë për arrestim apo kontroll ndaj drejtuesve të Bankës së Shqipërisë, kushtetuesja duhet të shprehet brenda 14 ditëve. Nëse ajo nuk merr një vendim brenda këtij afati, kërkesa e prokurorisë konsiderohet automatikisht e refuzuar. As më shumë as më pak, kjo është një përmbysje e rrezikshme e logjikës juridike ku parimi administrativ, heshtja është miratim, kthehet në heshtja është refuzim. Duke e njohur ritmet burokratike dhe ngadalësinë e gjykatës kushtetuese, e cila shpesh kërkon muaj për të shqyrtuar çështje elementare, mjafton që gjykata të mos mblidhet dot për 2 javë për arsye objektive apo subjektive dhe çdo hetim penal digjet automatikisht pa pasur nevojë që dikush të mbajë përgjegjësi publike për refuzim. Për më tepër, ky mekanizëm asgjëson plotësisht sekretin hetimor. Në proceset penale financiare, befasia e kontrollit është vendimtare për sigurimin e provave. Duke kaluar kërkesën në një filtër 2 javor në gjykatën kushtetuese, zyrtarët e dyshuar marrin një njoftim të parakohshëm prej 14 ditësh. Në botën e financave të larta digjitale, kjo kohë është më se mjaftueshme për të transferuar kapitale, për të fshirë servera, për të asgjësuar dokumente komprometuese apo për të pastruar llogari, duke kthyer në farsë çdo kontroll të mëvonshëm të një zyre apo banese. Në gjuhën juridike, afati për 2 javësh konsiderohet asfiksie qëllimshme e hetimit, ndërsa në gjuhën e përditshme është thjesht një kurth i pastër procedural. Nga ana tjetër,
Patjetër ajo mendja geniale di shumë mirë se gjykata kushtetuese nuk ka as burimet hetimore dhe as ekspertët kontabël për të vlerësuar provat e një dosje penale për shpërdorim detyra. Kjo do të thotë se vendimi i saj do bazohet në mënyrë të pashmangshme mbi balancat politike të momentit dhe jo mbi të vërtetën ligjore. Le të përpiqemi modestisht të gjejmë arsyet e mundshme pse u propozua një bunker për drejtuesit e Bankës Qendrore. Ka disa fronte të nxehta, ku interesat e politikës dhe të Bankës së Shqipërisë janë ngushëtuar aq fort saqë një hetim i mundshëm i ardhshëm do t'i rrezikonte të dyja palët. Cilat mund të jenë këto hot points? Së pari, është vetë misteri i rënies historike dhe të pandalshme të euros. Ndërsa Banka e Shqipërisë ka deklaruar zyrtarisht se kjo rënje vjen nga faktorë strukturor si turizmi, investimet e huaja dhe remitancat, ekspertët e pavarur poshtojnë alarmin për prurje masive të parave, të dyshuara se vijnë nga aktivitete informale ose të paligjshme. Nëse Banka e Shqipërisë ka bler miliona euro për të stabilizuar tregun, ajo praktikisht ka injektuar miliarda lekë në ekonomi, duke bler një valutë që mund të ketë burime të paqarta. Një hetim i thelluar mbi këto operacione mund të nxjerrë zbuluar se kush ka përfituar realisht nga këto shkëmbime masive. Së dyti është marrëdhënia mes qeverisë së bankës dhe menaxhimit të borxhit publik dhe bonove të thesarit. Kur euro bie dhe leku forcohet artificialisht apo natyralisht, qeveria përfiton në letër sepse borxhi i jashtëm i matur në lek ulet, duke treguar tregues më të mirë ekonomik përpara institucioneve monitoruese. Kjo simbiozë mes politikës fiskale të qeverisë e politikës monetare të bankës mund të ketë pasur kosto të fshehura që rëndojnë mbi qytetarët veçanërisht përmes inflacionit dhe shtrëngimit të jetesës. Së treti, koha kur vjen ky propozim, burimet të pavarura informative raportojnë se draft ligji është hartuar në zyra të guvernatorit nga bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë që janë në lukën e SPAK për më shumë se 2 vitesh. Vetë guvernatori Genzeko është marrë në pyetje të paktën 2 herë nga SPAK. Bashkë me të, janë marrë gjithashtu në pyetje edhe disa drejtues të rëndësishëm të Bankës së Shqipërisë. Raportimet flasin për sekuestrime, kontrolle dhe këshyrje brenda ambienteve të Bankës Qendrore. Në këtë klim ku askush nuk është i sigurt, institucioni që kontrollon çelësat e kasafortës së shtetit dhe lëvizjet e mëdha të kapitalit mund të shohë veten si shënjestrën e radhës. Krijimi i një imuniteti që kalon nga gjykata kushtetuese është një lëvizje klasike parandaluese që kërkon të fusë menaxhmentin e Bankës së Shqipërisë në një bunker ligjor, përpara se llogaritë e operacioneve të shkuara valutore të kërkohen zyrtarisht. Siç duket këto kohë dy palëve, u duhet një pakt heshtje dhe mbrojtje reciproke. Po i vjet ka pak një periudhë transicioni monetare ku janë luajtur qindra miliona euro për të cilat dikush duhet jap llogari. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.